Të dashur miq, edhe pak kohë është koha e iftarit, e sonte ky smet do të hajmë iftar në Amoni Center, një qendër tregtare përveç restorantit, është edhe pjesa e garderobës, këndi i lojrave, gjithçka, thjesht parkingu, tana fëmijët veç mjafton me orë në adresën e duhur, në Bardash, Prishtinë. Shkojmë bashkë. Prej supës deri në çaj rusi, mamijeve shlodhësh. Kjo është fillimi i ushqimit dhe pastaj vazhdojmë sigurisht edhe me menyn tjetër që kemi për sot. Ju bëf mirë, Allahu ka bolla xhirimin. Në Amoni Center është edhe me zgjidhje për meshkuj dhe për femra. Pra e hani iftarin, jashtë Ramazanit drekën ose darkën, e ke edhe me zgjidhjen afër. Fëmijët janë të veçantë, padyshim që për fëmijët këtu është menduar edhe këndi i lojrave, kështu që të gjithë ju që vini me hangër iftar apo edhe jashtë Ramazanit me dreka ose darka, e keni këndin e lojrave për fëmijët e juaj. Fitë të Bajrami për na vjen edhe pak ditë e alternativa që ka me vesh për Bajram e keni në Amoni Center. Nëse jo vetëm për Bajram, po edhe jashtë Bajramit, për fejesë, për martesë, për argjenë të ndryshme familjare. Këto e keni tek Amoni Center. Për maratit e këmishave, zgjidhjen e keni te Amoni Center. Veç e kaltoni dëshirën apo preferencën juaj, edhe zgjidhja bëhet një herë.